në të larta dhe nuk e merr shërbimin e dur, do të largohet. Patjetër, dhe ngjojmë shpesh këtë gjë, dhe sidomos gjithmonë para se fillon sezoni turistik, ne sikur jemi antireklama më e keqe e vendit tonë. E kemi gjatë gjithë kohës këtë si diskutim. Për fat të keq do ndodhi, turistët shqiptar duhet ketë një subvencionim të paktën për disa familje të mesme dhe familje që janë në nevojë, që mund të kenë mundësi të bëjnë turizëm, siç ndodh në gjithë botën. Mund të ketë një ndihmë që kjo ndihmon që dhe turizmi të rritet dhe të fuqizohet, por edhe njerëzit mund të shijojnë ato pak ditë pushime. Çfarë do të ndryshojë në tërësi tek infrastruktura e turizmit në Shqipëri? Ka shumë gjëra që do ndryshojnë, por edhe nga ana tjetër jemi për kaq pak kohë kemi bërë dhe shumë ndryshime. Nuk duhet të jem kaq shumë gjykuese, por ajo që mendoj është që ndryshim strategjie. Jo vetëm në godina të mëdha dhe në investime të mëdha, në biznese të mesme, në investime që rrisin ekonominë lokale, zhvillojnë vende të caktuara që turisti dhe stafet mos lëvizin dhe të qëndrojnë dhe të ketë strategji dhe fokus pak dhe në investime të ndryshme, siç kanë të bëjmë me muze, me qendra interaktive, me qendra ku turisti provon kulinarin dhe eksperiencat shqiptare, me qendra që japin kulturë dhe traditë, pra jo vetëm investime në aspektin e turizmit, në hotele, por edhe në shërbime mbështetëse që ndihmojnë dhe zhvillojnë turizmin. Po një biznes apo një hotelier, një pronar restoranti apo beach bari në Bregdet, çfarë duhet të ndryshojë? Cila është qasja e duhur? Ne jemi rritur dhe jemi zhvilluar shumë, por të paktën në aspektin e menaxhimit të stafit, në zhvillimin e stafit, në zhvillimin e... Mungon stafi kualifikuar, apo është fakti që janë, po mbushen me është stafi huaj tani se... Pra është një zgjidhje e lehtë që ne e marrim, po tham që pasojat dhe shpenzimet janë dhe po ashtu po aq të larta. Ne kemi provuar gjithë marrim staf të huaj, por është e vështirë që të përshtaten dhe të arrijnë produktivitetin që ka stafi shqiptar. Duhet ndryshojnë mendësinë dhe të fokusohen në zhvillimin e biznesit tyre dhe jo në problemet e vogla që kanë çdo ditë. Bizneset, hotelierët, restorantet duhet të rrisin sezonin, të ofrojmë këtë diversifikim të produktit, mos jemi të ngjashëm të gjithë, të jemi të ndryshëm dhe të shtojmë vlerë produktit të tyre. Kjo është një nga gjërat më të rëndësishme që ne duhet ta kuptojmë, të ndryshojmë mendësinë. Në jug tani ka filluar që të hapet sezoni dhe gjatë dimrit. Por shumë mund të shkojmë gjatë dimrit, qoftë dhe fundjavave në jug, dhe mund të menaxhohet një kosto operacionale e stafit për gjatë gjithë vitit dhe mos ketë ndryshime të mëdha të stafit, sepse tani në sezon të gjithë duan staf, të gjithë duan një shërbim të nivelit lartë, është e pamundur. Dhe para përgatitja e tyre, pra zakonisht kujtohemi gjatë gjithë kohës në fillim të majit ose në mes të majit për të bërë gati për sezonin. Përgatitja jonë fillon që në shkurt. Mund të themi që në janar, që t'jemi gati të presim turistin me një standard dhe pastaj çmimi të përshtatet sipas standardit. Nuk them çmime të ulta, nuk them as çmime të larta që nuk japin një vlerë të shtuar, qoftë turistit vendas, por edhe turistit të huaj. Por çmime që Bregdeti në plazh të mund të shkojë kushdo. Kushdo nuk mund të shkojë në çdo vend, për fat keq. Jo në çdo vend, sigurisht. Sepse ne e dim shumë mirë dhe jashtë nuk mund të shkojmë ku të duam ne. Ka zona të caktuara. Por që edhe dikush që nuk janë ban xhepi, mund të gjej hapësirë. Mund të gjej një hapësirë. Se dhe këtë ngatarojmë, marrim një hotel, X hotel apo një X zonë të caktuar dhe bombardojmë për çmimet. Ajo zonë është elitare, është për disa njerëz të caktuar që mund ta përballojnë atë gjë. Pra le të ndahet me sektor të ndryshëm siç ndahet në gjithë. Nuk diskutohet kjo, por e kisha fjalën që të ketë një hapësirë publike. Patjetër. Hapësirat publike janë... Nuk ka mundësi, të mund të shkojë aty. Buna hapësirat publike i kanë vendosur. Urojmë, t'i zbatojmë dhe t'i shohim tani që këtë verë të shohim. T'i shohim tani sepse ka patur hapësira publike, por flasim që sot. Janë parë edhe video të cilat janë bërë virale që i largonin prej aty. Shumë vite më parë, po tani ka filluar edhe turistët, edhe bizneset janë ndërgjegjësuar. Pra, zhvillimi i tyre ka të bëjë shumë, zhvillimi i stafit dhe para përgatitja për sezonin. Por patjetër që duhet ketë, meqense është një nga sektorët prioritar, duhet ketë mbështetje më të madhe nga shteti. Duhet ketë subvencionime për këtë sektor, duhet ketë rritje kapacitetesh për këtë sektor, duhet ketë mundësi që këta të punësojnë dhe të mbajnë stafet e tyre, edhe në periudha kur nuk munden.
Tani dhe diçka, sa pritet ose sa mund të jetë rritja e çmimeve këtë vit? Me këtë që po shohim nga dita në ditë, mund të themi minimumi mund të jetë 30%, minimumi, me këtë rritje që po shkon ekonomia në tërësi. Pra, do varet nga I gjithë Bregdetit, paktën Durrësi deri tani ka patur çmime ekonomike. Dhe ka, jo, flasim për jugun, mund të jetë më lart, po jo gjithë Bregdeti, secilit unë them që vjet ka patur një ndërgjegjësim shumë të madh të hotelierëve. Pra mënyrën se si duhet operojnë, si duhet sillen dhe janë proces dhe jemi në rritje. Nuk kemi pas një edukim kaq të madh se si ne të presim turistët. Po. Na është dashur vite ta kuptojmë. Turizmi është shumë delikat, është një nga punët më delikate dhe prandaj nuk dua dhe të gjykojmë këta njerëz që marrin përsipër të bëjnë një punë të tillë, sepse është do një angazhim maksimal dhe është një punë që nuk e bën çdo kush. Pra, le të themi që janë njerëz që marrin përgjegjësi dhe rrisin vendin tonë, janë ambasadorët më të mirë që na promovojnë këtë çdo turist. Kemi pasur raste problematike, por nuk mendoj që ajo ka qenë masa. Ne kemi mirëpritjen si popull dhe kemi një gjë që na përfaqëson. Le të themi që nga një bujtinë e vogël deri tek hotelet me 5 hyje mund të shërbejmë me buzëqeshje, me kënaqësi dhe turisti le të themi që ndonjëherë dhe surprizohet në shumicën e rasteve për mirë. Elbona, të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë, ishte kënaqësi. Një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.